Pas ballafaqimit nuk kishte më vend për keq kuptime, as për justifikime të vogla që mbahen gjallë vetëm për të shtyrë fundin. Ekranet e mëdha kishin folur. Pamjet, fjalët, deklaratat e thëna larg shtëpisë, gjithçka tashmë ishte në dritë. Ajo që deri dje mund të quaj dyshim, sonte u kthye në të vërtetë të pakundërshtueshme. Edi dhe Dolce qëndruan përballë njëri tjetrit, jo më si dy persona që kërkojnë përgjigje, por si dy njerëz që po kuptonin se rruga e përbashkët kishte marrë fund. Sytë e Edit ishin ende të skuqur nga lotët. Zëri i tij dridhej, jo nga inati, por nga lodhja emocionale e dikujt që kishte luftuar gjatë për diçka që tashmë e ndjente të humbur. Pse ma bëre këtë? E pyeti ai, me një thjeshtësi që dhemte më shumë se çdo britm. Nuk ishte një pyetje për të hapur debat, por një thirrje e fundit për sinqeritet. Pse e lejoi të besonte? Pse e mbajti afër, nëse në fund gjithçka ishte thjesht lojë? Dolce heshti për disa çaste. Nuk kishte më skenar, as kamera që ta shpëtonte nga e vërteta. Pastaj foli, me një ton të përzier mes mbrojtjes dhe dorëzimit, unë të kam dashur, o vëlla. Çfarë të bëj tjetër? Ti s'më doje. Ato fjalë ranë. Jo sepse ishin të ashpra, por sepse tregonin sa larg ishin bërë nga njëri tjetri. Secili kishte ndërtuar një version të vetin të historisë. Edi mendonte se kishte dhënë gjithçka. Dolce mendonte se nuk kishte marrë mjaftueshëm. Mes këtyre dy perceptimeve, u shua ajo që dikur dukej si ndjenjë, për Edin, ajo fjali ishte goditja e fundit. Ai kuptoi se po flisnin gjuhë të ndryshme, se ajo që ai e quante dashuri, ajo e quante mungesë vëmendjeje. Dhe kur dy njerëz nuk bien dakord as mbi ndjenjat që kanë ndarë, atëherë ndarja nuk është më zgjedhje, por domosdoshmëri. Biseda nuk u zgjat shumë. Nuk kishte më kuptim. Çdo fjalë shtesë vetëm do ta thellonte plagën. Në atë heshtje të rënë, të dy e kuptuan se ajo që i kishte lidhur, po i ndante tani përfundimisht, kështu erdhi ndarja. Pa dramë të madhe. Pa britma, por me një qetësi.